Merkati i janarit nuk solli ndryshime të mëdha për futbollistët shqiptar që aktivizohen jashtë vendit, pavarësisht zërave dhe spekullimeve të shumta që çakollonin në javët e fundit. Emra si Mario Mitaj, Marash Kumbulla dhe Elceit Hysa u përfolën shumë për të një ndryshim skuadre, por që në fund asnjë prej tyre nuk lëvizi, duke vijuar aventurën me ekipet përkatëse. Kapiteni kombëtarës do të vijohet të qëndrojë te Lazio, edhe pse ka përfunduar jashtë skuadrës. Mitaj nuk po luan në ekipin e tij në Arabi, ndërkohë që Kumbulla nuk është ambientuar shumë mirë me ekipin e Majorkas. Zhvillimi më rëndësishëm lidhet me Christian Aslanin, i cili është larguar nga Torino dhe ka nisur një aventurë të re te Beşiktashi, sërish në formë muazimi. Kartoni i tij do vijojë të mbetet në pronësitë e Interit. Situata në Edim Bajramet mbetet e pandryshuar, me sfeshore vazhdonte Rangers, aty ku ka pak hapësira dhe po vuan nga një dëmtim. Një tjetër lëvizje spikatër është ajo e Ray Manajt, i cili është rikthyer në Turqi te Sivaspori, ku prit në mënyrë spektakolare nga tifozët duke treguar pritshmëritë e larta për kontributet e tij. Sa i përket Mirto Uzunit, sulmuesi përfol për një rikthim të mundshëm në Spanjë, por negociatat nuk e konkretizuan. Lëvizjet e pakta që nuk favorizohen shumë për lojtarëve të kombëtarës tonë, që do të kenë një test të rëndësishëm në play-offin e Kupës së Botës kundër Polonisë.